të plotë të gjykatës kushtetuese? Ne kemi parë gjykimin e gjykatës kushtetuese, besoj se ky gjykim ishte edhe në kuadër të pritjeve që ne zakonisht e kemi pasur si subjekt politik, që nuk bën asnjë variant që të i kalohet kompetencat dhe të shkelet kushtetuta. Në këtë rast, gjykata kushtetuese ka sqaruar si pozicione se si duhet të veprohet dhe se si është vepruar deri me tani. Tashmë është e qartë se kujt i takon një pozicion pika e nënkryetarit të 5 të kuvendit, ta shohim se si do të rrjedhin takimet, si do të rrjedhin nesër edhe organizimi i seancës dhe ta shohim se si do të jetë rezultati. Ne si nismë nuk kemi ndonjë ndryshim të qëndrimeve tona. Për momentin ky është qëndrimi të cilin e kemi edhe deklaruar edhe në seancën e fundit. Megjithatë, ka qenë e pritshme i gjithë vendimi i gjykatës kushtetuese edhe për pjesën se kuvendi nuk mund të konsiderohet i konstituar pa u zgjedhur të gjithë nënkryetarët, madje ditën e djeshme u bë e qartë edhe pjesa se mund të lejohet votimi ndarës i nënkryetarëve të komuniteteve jo shumicë. Për shiko tash diskutimi sa mund votohet ndarës apo jo, gjykata dje ka përfunduar si proces dhe ka njohur që të lishëm zgjedhjen e zonjës së Rexhepi në krye të kuvendit. Tashmë ka mbet vetëm edhe zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti jo shumicë, komuniteti serb. S'po di si ta them. Mendoj që ne kemi thonë vazhdimisht edhe në studiet e juaja edhe në debate tjera, por edhe në Parlamentin e Kosovës se pa u përmbyll i tërë procesi nuk llogaritet konstituimi i kuvendit. Pra kemi një kuvend të konstituar në tentativë, por që formën përfundimtare do ta merr nga momenti kur zgjidhen të gjithë anëtarët ose nënkryetarët e kuvendit. Zotin Irmani e përmendë dhe pak më parë që nisma do shkoj me qëndrimin e njëjtë edhe në seancën e nesërme. Pra i bie që nuk do të ketë vot për nënkryetarin serb? Shikoni sot gjatë gjithë ditës kemi qenë në fushata elektorale, në kuadër të zgjedhjeve lokale, kështu që qëndrimi ka qenë i njëjtë, sepse Nisma Socialdemokrate nuk do të jetë pengesë e krijimit të institucioneve, por edhe nuk do të jetë ajo që do të ngarejnë mas funksioneve të caktuara pa një marrëveshje të qartë politike. Për ne nuk kemi një marrëveshje politike me asnjë prej subjekteve politike dhe qëndrimet tona nesër do të jenë publike edhe para fillimit të seancës, por edhe gjatë seancës konstitutive. Në një situatë të tillë, keni optimizëm se